Shiroka 0 dhe Luzi Vogël 2. Ky është rezultati i ndeshjes parë, kasator kampionati kombëtar i kategorisë 2 dhe Shiroka e nis me humbjen në fushën e saj. Luzi merr 3 pikë të vlefshme në transfert. Me Ledi Kadiun, pikërisht trajneri i ekipit të Luzit Vogël. Profesor, i kënaqur me rezultatin dhe me lojën e skuadrës tuaj? I kënaqur jam me 3 pikët. Sepse tash çdo ndeshje është 3 pikë dhe ne kryesorën kemi 3 pikët. Jam i kënaqur me lojën e ekipit sepse ka vazhdimsi. Më tregon e më premton vazhdimsi. Një ndeshje surprizë me ekipin e Shirokës sepse ka hyrë vetëm javën e fundit në kategorinë e dytë dhe nuk dinim asnjë gjë, ashtu si edhe ekipi ishte vërtet surprizë, një ekip shumë i fortë që unë nuk e prisja, por gjithsesi mënyra si është interpretuar dhe personaliteti i lojtarëve të mi jam shumë i kënaqur me lojën që kanë bërë. Është një hap pozitiv ky për shënimet që ka Luzi në këtë sezon? Pa diskutim. Kemi mbar gjysmë e punës, por që ne kemi ndeshjet me radhë 1-1, ndeshja e radhës është kryesorja për ne dhe ne kishim vlerësuar këtë takim si një 3 pikë që duhej marrë me patjetër, pavarësisht se s'kishim shumë njohuri edhe për kundërshtarin, nuk e njihnim, por që në fund dolëm triumfues edhe fal punës që kemi bërë, se jemi ekipi që kemi punuar më shpejt nga të gjithë rreth 2 muaj, pas laboratorimi grumbulluar dhe kemi punuar jashtëzakonisht fort. Ju thot vetë pra, një Shirok që vjen nga kategoria 3 dhe surprizë ishte më njëherë brenda javës ka ardhur lajmi i kualifikimit të dytën. E konsiderohet një ekip që ka konsiderova një ekip më të lehtë, por është një ekip vërtet i fortë që shumë ekipet të tjera që do vinë këtu do kenë probleme për të marrë fitoren. Është një ekip me personalitet, një ekip me grind, gjithashtu dhe stafi vetë, siç e pashte në fushë, për të cilën nuk kisha as dieni, as njohuri, as një gjë, por që jam i kënaqur që ja dola unë dhe që kisha ndeshjen e parë me Shirokën. Një grup i vështirë do të konsideruar grupi juaj kur kemi parasysh një beslidhje që është përforcuar së tepërmi dhe e nis mbar edhe ajo me 3 pikë në Bushat kundër Basanjës. Unë merrem vetëm me ekipin tim, shikoj vetëm ndeshjen e radhës. Nuk u shikoj fare kundërshtarët se çfarë bëjnë me ndeshjet dhe me ekipet. Pres takimin e radhës që i kam me Kuçovën brenda, të fillojmë të punojmë që mbas marrimit të kësaj ndeshje. Ne bëjmë punën tonë, kundërshtarët bëjmë punën e tyre. Profesor, suksese. Faleminderit.